Mirë gjetur nga horoskopi nesër. Këtu është horoskopi për ju nga e mërkur 15 tetor 2025. Dashi. Takimet që zhvillohen kanë të gjitha kredencialet për të bërë obligacione të rëndësishme. Brenda pak ditësh do të duhet të vendosni për një ndryshim në punën e imponuar nga fati dhe gjithçka mund të organizohet në mënyrën më të mirë të mundshme. Lajm i bukur. Demi. Do të ketë vetëm disa momente melankolie për të fituar. Ne duhet të përpiqemi të mos futemi në histori të ndërlikuara dhe të shmangim marrëdhëniet me njerëz tashmë të lidhur. Binjaket. Mos u mbyllni në vetvete, sot mund të jeni më të hapur ndaj polemikave, me rrezikun e debatit me njerëz që janë gjithsesi të rëndësishëm për ju. Gaforia. Udhëtime të papritura, mbase për shkak të një projekti të harruar të shërbimeve. Kjo është një ditë paksa e çuditshme, edhe për punë. Dikush është kundër jush. Luani. Kjo ditë duhet të jetohet me një pozitivitet të madh, të kërkoni dashuri konkrete dhe jo fantazi. Është një ditë e rëndësishme për të gjetur qetësinë në familje, çështjet e punës lirohen. Virgjeresha. Horoskop i shkëlqyeshëm për punë, për të bërë kërkesa të reja, por edhe për të lëvizur shtëpinë. Ka ardhur koha për të imponuar dëshirat tuaja, në një farë mënyre ju mund të detyroni një vendim. Peshorja. Ju mund të prisni shumë nga vetja, përpiquni të detyroni situatat në avantazhin tuaj. Nëse jeni vetëm, tani është koha të shikoni përreth. Akrepi. Ndiheni pak më nervoz, të shqetësuar. Dikush do të përpiqet t'ju zemëroj ose t'ju pengoj punën tuaj, të shtyjë vendimet për nesër. Shigjetari. Duhet të harroni një ofendim dashurie edhe nëse një marrëdhënie është në rregull, përpiquni të jeni më afër partnerit. Shumë detyrime, edhe ju keni të drejtë të argëtoheni. Briqapi. Kjo ditë ju duket veçanërisht e përqendruar për të kërkuar zgjidhje të reja në lidhje me sferën profesionale. Më shumë përfshirje dhe dëshirë që çifte e qëndrueshme të kenë fëmijë, të martohen apo diçka tjetër. Ujori. Ju mund të keni më shumë kërkesë se sa e imagjinoni. Periudha e rinovimit, veçanërisht nëse jeni femër. Peshqit. Vetëm në këtë periudhë do të keni mundësi të përjetoni një lajm të rëndësishëm. Dashuria fillon të ketë një ritëm pasionant. Kënaqësia personale. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Kalofshi një mbrëmje të mirë.